Mirëmëngjes të dashur shigjetarë, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj nga letrat hebreje që janë një ndryshim nga letrat tarot. Ky mesazh quhet, apo kjo letër quhet Vav. Dhe çfarë thotë? Shikojeni me vëmendje. Çfarëdo që jeni duke dëshiruar për të bërë, bëjeni atë hap të parë. Për të hipur në katin e 10 të duhet ashensor dhe shkallët për i përdore të duhet 1 shkallë, 2 shkallë, katin e parë, katin e dytë, duhet filluar diku për të vajtuar te ku dëshironi. Mos rri duke menduar për ndërtim, fillo të vësh atë gosht të parë. Të parën. Dhe ndërtesat të dashur apo më të mëdha fillojnë me një gosht. Ato holdingat, ndërtesat super, dhe ato fillojnë me një gosht, absolutisht. Pra, kjo letër të kujton se ndërtimi i jetës të dashur shigjetar, projekteve apo ëndrave kërkon veprim konkret. Hap pas hapi, planet që mbeten në mendje nuk sjellin rezultate, ato ngelen aty. Mjafton të nisesh me një veprim të vogël, sado i vogël të jetë, me një gosht, fillo atë ndërtim që e ke ndërmendje, apo si ëndër, apo si qëllim.